إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falderimi të konë Allahu dhul Gjelal, salavatet dhe selamet janë bi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, bi familje tina të pasër dhe bi shokët e tina të rima dhe besnik. Këto salavatet janë edhe bi ata të cilët kanë dëshmu që Allahu është një dhe se Muhammedi alaihi salam është i dërgumi i fundit të tina. Lezën na jena të jetuve e nëse 1500 vjetë largë shpalljes Kuranit, po edhe 5.000 kilometra largë prej burimit ku ka ardhë Islami. E në ato vende ku ka ardhë Islami, para një 4 ditëve e kanë festuar vitin e ri, dhe thot Islam, ndërsa na asë që këna bo muhabet me që ka hinje vitiri, po që ata shkanë të interesumë inshallah për hajrë ju koft vitiri. Por një Islam ka një sen shka Allahu dhul Gjelal përdonë që ato fakturat e fund vitit mi pas të kompletu me mirëna, që helbetëm me në ardhë komisia i këna regullu, i këna dreqë mirë, i këna dreqë. E për këtë arsye, Allahu dhul Gjelal na i ka dhonë një ditë në këtë vitin e ri, që qaj shka e agjinon, Allahu dhul Gjelal i afshin atë gjënohën që i ka bon për një vjetë, inshallah Allahu dhul Gjelal na e ban nasib. Kura që e ditë është dita e 10 e muajit Muharrem. Faktikisht sot dina i 4 Muharrem, mas një 6 ditëve, inshallah bënd dita e 10 e muajit Muharrem. E është mirë me agjinon. Nuk ka farz, mirë me vesh, kapitër, pa është prej sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me agjinu qatë ditë. E di që është gjek, ndoshta dikujnë e pijet shumë ujë, ama mendoj që ja vlenë se kena bolë gjunohë. Unë po foli për gjunohat e mija, ama ju i dini gjunohat e juve. Kjo dita e 10 e Muharremit ka më thonë inshallah ditën e ejtë. Do të që të shka vjena është dita e 10 Muharrem, masën e vjene gjumoja. E për atë arsye e këmë zgjedhë që për me folë për këtë ditë sot. Pse se shqiptarë thoi një sen, prit e punën pa u bon, se kur të bonët më zbanzon. E unë e po foli para se më bon, pëtër. Që masën e nga kur të vere, më zveri të kush me thonë, pse e behojsh nuk foli, pse nuk kalzove, pse s'ta të regove, jo, që daj për ju të regoj pitash. Dita e 10 e Muharremit e festojnë edhe muslimat, edhe jo muslimat. Do thot, edhe jahudit e festojnë, ditën e 10 të Muharremit. Po e festojnë edhe na muslimat. E na muslimat jemi disa grupacione. Ka një grupacion i thojnë ehli sunna wal jamaa, inshallah e na bidenve. Po ka një grupacion i thojnë shia, shka është të thot Irani. Po ka një grupacion shka i thojnë Bekteshi, do shta keni ngu për Bekteshi, edhe ato e festojnë. Po mënyrat se si e festojnë e që të ka dalim. Te pra, shka po do në më bon? Apo do në më bon ehli sunnet, apo do në më bon shia, apo do në më bon bektashi, apo do në më bon jahudi. Kjo varet prej teje. E une e kom sos shkollën për ehli sunnet. Nuk e kom sos shkollën për shia, as për bektashi, as për jahudi. E muj mi u kalzu të ehli sunneti, qysh është me festue ditën e 10 muajit Muharrem. Ajo shka ku mësue prej hoxhallarëve dhe prej teksteve fetare është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e 10
Muharremit e ka agjinu. E na pra nëse dojna mja për nga pejgamberit alayhis salam, atëherë jonja është me agjinu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas tradit me agjinu ditën e 10 Muharremit hala para se me ardhë në Medinë. E pastaj kur ka ardhë në Medinë, i ka pa jahudit që edhe ato pe festojnë ditën e 10 Muharrem. Edhe i ka vetë. Pse ka thonë e festojnë ju këtë ditë? Po e festojnë na këtë ditë për atë arsye se Allahu dhul xhelal që ditë e ka kurtalis Musën. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka fol një fjalë edhe ka thonë nahnu aula bi Musa minhum. Neve na takon me falënderu apo me nderu apo me respektu Musën ma shumë se sa ju takon jahudive me nderu me respektu. E pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me kanë se Allahu m'jep hymën, edhe në vitin tjetër ka me agjinu ditën e 9 Muharremit edhe ditën e 10 të Muharremit, dhe thot 9-shin edhe 10-shin. E pastaj dietarët islam kanë bërë ihtilaf këtu, kanë thonë çka duhet me agjinu. Disa prej dietarëve, ndërta, dhe thot edhe Ibn Qayyimi, çka e kena përmend shpesh herë, ka thonë është mirë me agjinu ditën e 9, ditën e 10 edhe ditën e 11 muajit Muharrem. E disa kanë thonë që është mirë me agjinu ditën e 9 edhe ditën e 10, që ashtu që shka ardhë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po me kanë që agjinon veç ditën e 10, inshallah Allahu dhul xhelal na i fshin gjunahet mu edhe ju e krejtë. Për këtë arsye pra, nëse keni mundësi, edhe nëse keni shtetin mirë, nëse nuk keni në udhëtim, është mirë pra me nejtë gati që të ende shka vjen, do thot mas 6 ditëve, sa është dita e 10 e Muharremit me agjinu. E jo mu bo, sigur disa shka e bojnë azab vetë vetin, në ditën e 10 Muharremit. Pse se ata nuk e agjinojnë si pasunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por çka thonë ditën e 10 e kanë vra Imam Huseinin e na pe bojna azab vetë vetin. Allahi i drejtoft mendimet e tinve. Ose sikur disa shka ditën e 10 Muharremit qohën mbledhin ngron e pasul e rroshtat e ku e di në shka edhe zin e ndreshin çfarë jemeki i thojnë hashure, s'pedia e keni mëri disa prej juve, po mendoj që shumica e kanë mëri. Edhe këta pse e bojnë do thot me këta shit, çka që i kanë kapërci ato 10 ditë e krizës e që tash dhe me ke po festojna. Për shka dhe me ke përja përngojna na Nuhit a.s. se me ditën e 10 Allahu dhul xhelal e ka nalë anijen, kodën në gjudi, e pastaj anë të shlun tokë, qaj ushqim që i ka met, e kanë zi dhe e kanë hangër. Po ka lëlloj mendime të cilat dhe thot muslimanë sot i përdorin, pa ajo shka është e sakta, është se ditën e 10, nëse dollë me madhnu Allahu dhul xhelal, duhesh me agjinu. Inshallah Allahu dhul xhelal na i fshin gjunahet e një vitit shka kanë kapërci edhe mshela këtë vit taman që ashtu që është razi Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye pra ata të cilët e ndëgjojnë këto llafe edhe kanë mundësi është mirë pra me agjinu qatë ditë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.